Sulmet ruse ndaj Ukrainës janë intensifikuar gjatë javës së shkuar. Të dielën në një postim në X, Zelenski shkroi se Ukraina është goditur nga armë të ndryshme, duke përfshirë rreth 1200 bomba ajrore, afro 870 dronë sulmues dhe mbi 80 raketa të llojeve të ndryshme. Ai raportoi se këto armë përfshin më shumë se 82.000 komponentë të huaj. Çdo ditë ne punojmë me partnerët tanë për të siguruar që të merren vendime për të ofruar mbështetje shpëtimtare, sistemet e mbrojtjes ajrore, investimet në prodhimin tonë të mbrojtjes dhe forcimin e sanksioneve kundër Rusisë. Ne vazhdojmë përpjekjet tona për të ofruar një paqe të drejtë dhe për të garantuar garanci të besueshme sigurie, shkroi Zelenski. Numri i viktimave civile përllogaritet rreth 15, por ky numër pritet të rritet, pasi shumë njerëz janë strehuar në zona të mbrojtura dhe strehime të tjera. Disa nga qytetet më të goditura janë Dobropilja, Pokrovsk dhe Chasiv-Yar. Sulmet ndodhen vetëm disa ditë pas vendimit të administratës amerikane për të pezulluar të gjitha ndihmat ushtarake për Kievin. Pra praktikisht çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që me po themi deklaratat dhe veprimet konkrete të administratës amerikane për ndërprerjen e ndihmave ndaj ushtrisë ukrainase dhe Zelenskit, me vendimin për të ndërprerë kontributet e shkëmbimit po themi të informacioneve inteligjente, me verbimin e satelitëve të cilët nuk japin më imazhe për ushtrinë ukrainase, janë intensifikuar sulmet ruse dhe kanë qenë gjithmonë më të suksesshme. Bile ka një ofensiv madje edhe në zonën e Kurskut, më në fund, ku po rrethohen, synohet të rrethohen sipas burimeve të informacionit rus, një korpus për 10.000 ushtarësh ukrainas. Pra, se thuash, rusët shohin, ukrainasit nuk shohin në këtë betejë. Sepse rusët shohin se kanë satelitet e tyre, sigurisht që ka një avantazh më të madh teknologjik. Për ta dekriptuar këtë situatë dhe për të parë si do shkojë kjo punë, sepse kemi, kjo sigurisht nuk ndalon këtu, por kam zotin Xhavit Shara, me mbrëma zotin Shara, ekspert sigurie, zotin Ledion Krisavi, me mbrëma Krisavi, rikthehet Alfred Pollumi, me mbrëma Pollumi, me dhe ekspert sigurie dhe ju, dhe geopolitikës, dhe Dritan Koxhaj, me mbrëma kapitan. Krisavi, çfarë po ndodh? Unë mendoj që në Ukrainë, për moment luftën në Ukrainë kemi dy realitete. Një realitet ishte ai zonës së Kurskut, kur besoj që jemi pak ditë ose maksimumi disa javë larg fundit të historisë ukrainase në Kursk, sepse rusët kanë arritur të çajnë mes për mes gjithë frontin Ukrainës dhe me shumë mundësi një pjesë më e madhe, pak një 7-8.000 ushtarë ukrainës janë rrethuar tashmë në zonën e sipërme të Kurskut. Nga informacionet të fundit fare që unë pash para se të vija këtu nga geolokacionit, paktën rreth më pak se 150 km2 ka ngelur në dorë ukrainasve në Kursk. Kështu që ky është realiteti. Sa është Kursku? Sa ka qenë? Kursku në fillim fare ka qenë 1200 km që kanë pushtuar ukrainasit. Sot tani që ne flasim ka ngelur rreth 120 km, por thash besoj që jemi pak ditë ose javë, maksimumi javë larg fundit të historisë së Kurskut. Dhe realiteti i dytë është që unë po shoh që po këta 10.000 ushtarë çajnë divizionin bie, çfarë është? Që po synojnë rusët të rrethojnë. Një divizion. Po. Një divizion. Një divizion. Dhe realiteti tjetër që unë po shoh është që në vijën tjetër të frontit, sidomos në zonën jugore të Donetskut, po shoh një ngadalësim të ofensivës ruse. Pra, përparimit rus në atë kohë, le të themi. Përparimi rus ka qenë shumë i ngadalt, por tashmë është bërë kaq ngadalt sa ashtuese në vend numëro. Sidomos lufta rreth Pokrovskut, kam parë që në disa raste ushtria ukrainase ka bërë disa kundërsulme të vogla dhe ka arritur të rimarrë territorë që janë humbur. Tjetra në qytetin e Torietskut, që është qytet i rëndësishëm në zonën e Donetskut, para disa javësh Ministria e Mbrojtjes ruse deklaroi që është marrë nga ushtria ruse, gjë që kur i jep Ministria e Mbrojtjes është një fakt i kryer, dhe tani që ne flasim, gati 1/3 e qytetit është rimarrë përsëri. Koxhaj, si është leximi i situatës? Aktualisht atë që kërkonin të arrinin ukrainasit në fillim të qershorit kur bën sulmin në Kursk, pothuajse kanë arritur tashmë. Pra, arsyeja pse janë dalur përparimet në Pokrovsk dhe në Toretsk është sepse rusët janë detyruar të rreqin një sasi forcash speciale, të cilat i kanë përdorur për ofensivën e tyre në Kursk.
Një ofensive cila nuk ka lidhje me këtë ndërprerje në informacionit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi është një operacion i përgatitur shumë kohë më përpara dhe i nisur më përpara. Dakor, thjesht ka një gjë ama sepse për shembull, siç e patë ndërkallje, intensifikimi i bombardimeve ruse. Ajo vjen për shkak të kësaj, intensifikimi. Absolutisht, por operacioni në Kursk është tjetër gjë. Nuk lidhin dot me radar armët kundërore. Ajo po, kjo në Kursk është tjetër gjë. Je shumë mirë breqjes Europë dhe unë se Europë pozicionin tim. Po, okay. Dhe për këtë arsye janë ndalur edhe në pjesën e Donetskut, pra se ka largim të forcave speciale ruse në drejtim të Kurskut për të marrë Kurskun. Që jam dakord me atë që thot Ledioni që në Kursk punë javësh, ndoshta maksimumi 2 muaj, megjithatë ka pasur probleme të mëdha, kanë filluar dezertimet, kanë filluar marrëveshjet midis njësive të ndryshme ukrainase dhe forcave ruse, secila prej saj vetëm për arsye se tashmë forcat ukrainase atje janë mbetur të abandonuara nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, pasi nuk ka asnjë mundësi që ti krijojë atyre mundësinë e tërheqjes dhe as që ti çojë furnizime. Okej. Zoti Shara? Në fakt që në bisedën që apo në atë teatrin që luajti Trumpi me Zelenskin në Washington, Trumpi i tha atij që ti nuk ke karta për të luajtur. Po. Dhe tashmë përfundimisht kartat po mbarojnë, edhe karta Kurskut po mbaron dhe gjithë kjo është strategjia e Trumpit në fakt që bëhet një paqe me çdo kusht. Paqe duke sakrifikuar interesat kombëtare edhe territorin e Ukrainës. Pra Trumpi tashmë i duhet një paqe me çdo kusht, i duhet një sukses në fushën politike sepse u bë 2 muaj sa që ka ardhur në pushtet dhe duhet ta japi këtë goditje në mënyrë pastaj që të vazhdoj planin e tij në raportet me Rusinë. Unë desha të përqendrohem pak ajo zhej që thatë ju për punën e shurdhimit apo e shërrimit të satelitëve. Në fakt informacionet merren, por nuk forcat ukrainase nuk kanë më akses. Kjo i shkakton 2 probleme të mëdha ushtrisë ukrainase. I shkakton në radhë të parë probleme në mbrojtje, pasi nëpërmjet sistemit ai është një sistem shumë i përkryer, amerikanët kanë pas më të zhvilluar, nuk është se ushtria ukrainase merrte të dhëna vetëm nga amerikanët, por amerikanët ishin kryesorë që jepin informacion në këtë dhe që në momentin e nisjes qoftë avionëve për bombardime apo të lëvizjes së forcave tjera, ukrainët kishin akses që mund të merreshin informacion, tashmë ata nuk kanë këtë akses, bëhet fjalë që i është lënë aksesi vetëm për rastet për mbrojtje, jo për rastet për sulm. Pra për sulm është hequr aksesi dhe kjo pastaj në farë mënyrë kjo bie edhe kjo dëmton edhe forcat ukrainase, po dëmton edhe popullsinë civile ukrainase. Pra sepse e njëjta dëgjuat të deklaratën e sosme të Zelenskit që kërkoi falje presidentit amerikan për sjelljen e tij në sallën ovale. Dhe më përpara i kërkoi, i shkruajti një letër, Ajo është tjetër gjë që jemi gati pas punën. Po kjo është një falje kështu edhe për drejt. Më duket pak interesante zhej ndryshimi i pozicionit amerikan në raport me vlerat për një periudhë gati 2 mujore. Mos harrojmë që në muajin janar të vitit 2024 amerikanët qenë ata që i dhanë informacion rusëve, duke qenë në luftë me rusët, i dhanë informacion rusëve për një akt të mundshëm terrorist që të bëhej në një nga qytetet e Rusisë në një teatr. Pra që u bë një akt terrorist. Gjithashtu ishin në Moskë, po gjithashtu ishin po amerikanët që duke qenë në armësi, po themin thojza me iranianët, në muajin mars i dhanë informacion iranianëve për një akt terrorist që po përgatitej në rastin e 4 vjetorit të vrasjes së Qasem Sulejmanit. Dhe akti ndodhin të 2 palët, edhe Rusia edhe Irani nuk e vlerësuan informacionin e dhanë. Pra, shohim që në këtë rast, pavarësisht se mund të dëmtohet popullsia civile, nuk është marrë në konsiderat duke i vuar vend këto kufizime, ndërsa në rastet e më përparme të qeverisë më përparme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe pavarësisht se këto ishin vende armiqësor, kur vjen puna terrorizmi është terrorizëm dhe civilet, jeta civile është një lloj, si në Amerikë, ashtu edhe në Iran, ashtu edhe në Ti shef që Trumpi do vazhdoj akoma të izoloj, po themi Ukrainën? Trumpi do vazhdoj të izoloj Ukrainën derisa Ukraina të bëjë çfarë thot Trumpi. Jo, nuk është. Deri çfarë thot Trumpi, as mos e diskutoni. Në momentin që nisin bisedimet, do fillojë sërish zbulimi strategjik për të ofruar
Ukrainës. Po kështu është thënë, po ai tha edhe në momentin që ne qëndrojmë në atë që është thënë, tash nuk e di se bëhet nesër. Shiko, ai tha edhe në momentin që do të shkruhet marrëveshja për mineralet, përsëri do hiqen pengesat, do zhbllokon ndihmat. Por tashmë përsëri tha edhe nëse në shkruhet marrëveshja, nuk do hiqen pengesat. Të paktën për armatimin. Pra, desha të them Zhen që kam më çfarë jep. Kjo ishte një përfundimisht Ukraina do të kapitulloj, është fatkesi ta thush, do detyrohet ta kapitulloj, sepse por tashmë do të shohim se cilat do jenë kushtet që do vendosen në marrëveshje. Nuk shef asnjë mundësi që Europa të jetë një alternativë. Absolutisht tashmë problem që po e prish planin e Trumpit për një paqe për një fitore të shpejtë të Trumpit me një marrëveshje paqe në Ukrainë, është vetëm Evropa që po reziston dhe edhe Evropa është një kockë fort që nuk mund të përcjellet kollaj. Është një kockë fort. Okej. Më fal, zë Pllumit se kam në lidhje Misha Punë, mbrëma Misha. Mbrëma, përshëndetje. Faleminderit edhe sot komplimente për elegancën. Tani, një pyetje kisha përpara se ta vazhdoj bisedën në panel, po çfarë atmosfere është, mund të themi ne, në Moskën politike, po dhe në Moskën urbane. Pra, do të thënë, det ka fryn erat e paqes, i arritur kreditet për Vladimir Vladimirovicin, ka një besim gjithmonë më të madh në raport me Trumpin, pra e shohin Trumpin si një aleat i qëndrueshëm afatgjatë apo janë akoma duke studiuar situatën? Po, në Rusi situata është domethënë optimiste, sigurisht, domethënë edhe në qarqe zyrtare, po dhe ato mediatike, ka shumë komente, ka shumë ngjarjet vazhdojnë të vijojnë njëra mbas tjetrës, shumica pozitive, dhe bile sot, vërtet, siç e thanë dhe bashkëpunëtorët më përpara me të drejtë, në Kursk po ndryshon në mënyrë rrënjësore situata. Dhe kjo nuk ka shumë të bëjë në fakt me mungesën e informacioneve të palës ukrainese, për më tepër sepse bëhet fjalë për një operacion sekret të forcave ruse, nuk e di a u njoftua nga anët tuaja, por domethënë ka qenë një brigadë speciale ruse që është futur në gazsjellsi, në tubacionin e gazsjellsit që shkon nga Rusia, nga Urengoj në drejtim të Europës, ku kalon të gazi më përpara, dhe në një janar aty ka pasur gaz, prandaj dhe trupat sekrete që ishin futur atje, kishin përdorur dhe maskat e gazit, dhe kanë ecur 15 kilometra dhe kanë dalë në afërsi të Suxhës, që është qyteti kryesor në zonën e Kurskut që mbahet akoma nga ukrainasit, dhe atje kanë goditur, domethënë, atë rrugën kryesore të furnizimit të trupave ukrainase. Pra kanë goditur në befasi. Edhe mbrapa shpinëve, po. Të depozitin e madhe të gazit? Do me thënë, si që shpjeguan rusët, do me thënë kjo ishte në mënyrë sekrete. Pala ukrainase deklaroi që ata e dinin këtë operacion, që ata e bombarduan me artilleri, do me thënë sa po ato dolën nga tubacioni, por fakti është që është blokuar rruga e furnizimit të trupave ukrainase në Kursk, dhe kjo gjë sjell domethënë vështirësi për të qëndrimin e mëtejshëm të trupave ukrainase. Një pjesë e tyre Rusia, Misha Tutat, autoritetet ruse flasin për një rrethim apo se to informacion nga perëndimi thonë po tentohet rrethimi gjysmë rrethim. Burimet ruse thonë është rrethim. Është e vërtet që po tentohet, por nuk bëhet fjalë për rrethim për momentin, domethënë nga ana ukrainase e refuzojnë këtë gjë, domethënë Sirski, kryekomandanti i forcave ushtarake ukrainase sot deklaroi që nuk ka rrezik rrethimi. Pala ruse është që vetëm pak ka ngelur për të rrethuar komplet atë kontingjent ukrainas në Kursk, kështu që ushtarak quhet një thes operativ. Më fal, po, në terminologjinë ushtarake quhet thes operativ. Pra, forcat janë ndarë më dysh, përqendrimi i forcave ukrainase në Kursk është ndarë më dysh, dhe njëra pjesa që përket pjesës veriore ka hyrë në një thes operativ. Pra nuk është rrethim, po është mundësi për një thesi dhe lejimi tyre që të largohen pjesë. Pra nuk do të mbyllet thesi, por kërkohet pra lejohet largimi i tyre në mënyrë që të bombardojnë nga largimi dhe një mundësi të rreqe. Okej. Një sekond po më t'ja pak fjalën zot Pullupi si e lexon situatën e tanishme. Ky verbimi amerikan që ka ndodhur Ukrainës pa satelitët, pa të batutën e fort të
të Elon Muskut, kush do pa komentoj që i tha ministrit hungarez, ministrit polak, Gjuç, ti Gjuç, do gojën, sa e ba. Si të flasi i pari, flasin edhe tjere të gjej. Ti Gjuç, se më të thonë një ministri të një vëndi me, sa milion nga Polonia, 20 milion? 38 milion. 30? Ti Gjuç më dhe gojën, unë jam Elon Musk. Kjo të organ është dere gjë ka përfunduar administrata amerikanë. Po dhe përgjigja e ministrit jashtëm polak ishte shumë e durë. Tha, ne ju paguajmë 50 milion dollar në vit për shërbimin që jepni, kështu që nuk jepni falas. Asëp. Okej, Plumbi? Atëherë, kur diskutimet për paqe nuk funksionojnë, dihet që lufta bëhet më e egër dhe situata përkeqësohet shumë. Dhe këtë rast gjithmonë në disfavor të atij që është më i dobët, që në këtë rast është Ukraina shumë më e dobët. Por ajo që është lajm është që Trumpi direkt, masi Rusia vazhdoi luftimet dhe i bëri shumë të ashpra, tha që do t'i vendos sanksione Rusisë. Këtë e tha dhe senatori Lindsey Graham, e tha dhe Mario Rubio, që se sanksionet do t'i bëjnë edhe në banka, do t'i zgjerojnë edhe në tregti, do t'i zgjerojnë në të gjitha fushat. Ajo që është lajm është që Zelenski ka udhëtuar në Arabi Saudite. Një sekond, nuk je dakord ti Koxhe se po dëgjon edhe Nuk ndikojnë. Trumpi kishte edhe dy fjalitë të tjera pas sanksioneve. Fjalia tjetër tha që problemi i madh nuk është Moska, është Kievi, tha, dhe dyta fjalia që ishte më e çuditshme, tha që Putini tha në Ukrainë, tha po bën atë që çdo njeri do bënte në Ukrainë. Do të thonë përmysjet e që thamë fillim. Jo, tha edhe një tjetër, që ka rrezik që Ukraina tha mos të ekzistojë më. Po, edhe kjo është e treta. Kjo me këtë mbylli. Çfarë me sanksionet? Ajo gjua e Trumpit është në disa parametra dhe në disa drejtime. Ajo që kuptoj që ti zgjedh ato që ty ta kanë më shumë, po. Jo, në mënyrë absolute jo. E kuptoj. Nuk do të kapi ato më të mira. Unë do doja që ti ishte ashtu, që për shembull, ti po përfiton nga bisedimet e paqes, ti po përfiton zoti Putin sepse po i bjem Zelenskit nga bisedet e ndark, po heqim këtë, dhe ti vazhdon bombardon. Atëherë ne reagojmë kundrejt të dy palëve që nuk duan paqen në mënyrë të barabartë. Po pra se është arbitër, ai ka dhënë vetës pozicionin e arbitrit, negociatorit. Po në momentin që thotë që Ukraina dhe mund mos ekzistojë, Kjo kuptohet që nuk duhet thënë, sepse Ukraina po lufton dhe Ukraina duhet vlerësuar për luftën që po bën, por gjithmonë duhet të jemi realist dhe duhet të shohim pragmatizmin dhe realitetin, dhe duhet t'i shkëmbejmë dhe t'i balancojmë njëra me tjetrën. Lajmi është se veni u zgjell asnjënës, që është Arabia Saudite, dhe princi Mohamed bin Salam do t'jetë një ndër njerëzit që do të organizoj truezën e paqes. Zelenski ka shkuar me gjithë ekipin e tij. Nesër do të takojnë princin e Arabisë Saudite, gjithashtu edhe përfaqësues të departamentit të shtetit janë atje. Pra, kjo është konkretja që po ulen, po bisedojnë dhe do ketë hapa konkret për paqen. Trumpi duhet të jetë më i ashpër me Moskën, këtë e pranoj, por Trumpi është duke bërë një strategji që me pas sukses. Dhe unë besoj të faktet, Steve Witkoff arriti që të vendoste paqen mes Palestinës dhe Izraelit në Gaza, që është i dërguari special i Trumpit. Kjo është një arritje historike se një president pa u fut në shtëpi të bardhë arrin bëjnë një marrëveshje paqe. Nuk shkohet në paqe, po shkohet në armëpushim. Po kjo armëpushim edhe këtu në Ukrainë skemi paqe, për kapitullim. Dakor. Këtu në Ukrainë Trumpi quan kapitullimin paqe në këtë rast. Se ky është kapitullim, totalisht çfarë kërkohet Ukrainës. Po ta shohim realisht. Po detyrohet kapitulloj. A Ukrainës po i kërkohet që në çdo herë, në çdo rast, si dhe në Bosnjë me Daytonin, si dhe në çdo rast më përpara në luftë parë apo në luftë dytë, nuk ka pas asnjë rast që arrit paqja pa filluar armëpushimi. Po me faktin që Trumpi po e bën biseden në Arabi Saudite, ai me një gur do të vrasin disa zësh, se në këtë rast po forcon dhe Arabinë Saudite dhe indirekt po i bën presion edhe Iranit, sepse e keni pa që ai ka dërguar një letër Iranit dhe i kërkon Iranit, do me thënë... E kemi pak më vonë, atëherë flasim. Nuk ka të bëjë kjo me forcimin e Arabisë Saudite. Arabia Saudite është zgjedhur partner për arsye se pranojnë edhe rusët që të jetë partner. Është asnjënse. Zgjedhje e Trumpit. Është asnjënse. Arabia Saudite ka mbajtur $600 miliardë në Amerikë. Thëmë që 3 vjet ka mbajtur këtë lidhje me rusët. Pra Arabia Saudite ka qenë negociatori kryesor për shkëmbimin e robërve gjatë gjithë kohës, që nga fillimi i luftës deri më sot. Ka qenë asnjënse, përveç asaj që jam dakord. Prandaj është zgjedhur për këtë arsye, është zgjedhur për ta forcuar Arabinë Saudite. Shumë të asnjënse ka qenë përfshirë me të dyja palët.
Pikrisht, pra ka rrit një rol balancues dhe në rastet e negociatave dihet që zgjidhet një vend që është më balancuar, se nuk mund zgjidhej Evropa sepse Evropa kuptohet që nuk do pranoj prej Rusisë. Evropa dihet që ndrimi i saj që ka qenë komplet me të drejtë favor të Ukrainës. Kësave, të rezulton që ka një, sepse janë intensifikuar bombardimet dhe në Odesa, të rezulton që për shumë Trumpi mund të ketë një strategjia, po ka energji ushtarake që të mbyllit gjithë daljet e Ukrainës në detin zi? Unë kam përshtyme që bombardimet në Odesa janë intensifikuar për shkak të armatimeve që vinë me det, pikërisht nga Odesa. Madje para disa ditësh ka qenë një anije me armatime që vinë nga Britania e Madhe, e cila u bombardua pikërisht për këtë qëllim. Por Odesa ka qenë gjithmonë një objektiv i ushtrisë ruse pikërisht për këtë qëllim. Një pjesë armatime kanë ardhur edhe nga Rumania dhe disa ura për shkak që lidhin ato grykat e Danubit në zonën e Odesës janë bombarduar disa herë nga ushtria ruse. Unë mendoj që Putin në tavolinë, nëse ulën në tavolinë përveç 20% që nuk e përjashtoi mundësi që mund të kërkojë edhe më shumë se sa 20% që pra Odesa e mbetet Ukrainës, thotë. Po nuk krah ushtarakisht. Është e blinduar, është e fortifikuar Odesa? Unë mendoj që Rusia dhe nëse kapitullon Ukraina, një fjali dhe nëse kapitullon Ukraina, Rusia nuk ka as mundësi për të mbajtur në kontroll gjithë Ukrainën, nuk e mban dot. Është në takimin që bën në Stamboll midis nivelit ministrive të jashtëm, pra midis amerikanëve dhe rusëve, u mbajt para një jave në Stamboll një takim. Rusët kanë paraqitur një projekt tyre dhe projekti tyre parasheqë e gjithë zona, pra këto territore cilat i kanë aneksuar aktualisht me kushtetut, pra që kanë futur brenda këto 4 territore, Donetsku, Lugansku, Kersoni dhe Zaporizhia, ti kalojnë Rusisë totalisht, edhe ato pjesë që akoma nuk janë marrë në kontrollin e rusëve, dhe komplet pjesa tjetër nga kufiri i këtij territori deri në lubin Djepër, të jetë zonë demilitarizuar. Pra këtu përfshihet edhe Odesa, zonë demilitarizuar total dhe pasi të demilitarizohet, rusët kanë kërkuar në këtë projekt që të këto zona ku përfshihet Sumi, Karkivi, Kramatorsku edhe gjithë, të bëhet një referendum për të vendosur se çfarë duan të zgjedhin. Okej. Sala, mendon që Europa do jetë në gjendje, Europa ushtarake dhe ekonomike do jetë në gjendje me në krye von der Leyen dhe Macronin të mund të japi, po themi, një oksigjen armatimi dhe furnizimi Ukrainës përderisa ky proces i paqes të bëhet në kushte sa më të balancuara dhe jo në kushte të kapitullimit të Ukrainës. Ishte një nga vendimet e takimit që u majtë në Londër në ndritimin e kryeministrit britanik që të punohet dhe në mënyrë që Ukraina të futet më fuqishme në bisedimet, ketë më avantazhe dhe këto avantazhe normalisht do të ketë nëpërmjet marrjes së armatimit. E para dhe e dyta edhe nëpërmjet zëvendësimit apo të uljes së pavlefshmërisë së shërbimeve të inteligjencës apo të furnizimeve nga inteligjenca amerikane, duke vënë në dispozicion të dhëna edhe nga inteligjenca angleze, nga shërbimet franceze, por edhe duke punuar edhe vetë Ukrainës në këtë drejtim. Pra, por ngjarjet po zhvillohen aq shumë shpejt sa që Europa me sa duket nuk do ta kap dot plotësisht mundësinë për të faktorizuar në këto bisedime. Unë desha të them këtë gjë, nëse vendoset dhe me sa duhet drejt kësaj po shkojnë edhe Britania tha që projekti është bile edhe Trumpi e ka përmendur derisa i tha që nuk do tërhiqe, domethënë Ukraina nuk do synoj më të pretendojë për ato që i ka të humbura. I bie që për herë parë në raportet ndërkombëtare të justifikohet marrja e territorit me dhunë. Është një nga parimet e organizatës e themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, një nga parimet kryesore të saj është për herë të parë. Të kundërshtoj se është herë të parë, është herë dytë. Edhe Kosova me dhunë u mor. Jo, nuk është parë Kosova me dhunë sepse janë raporte komplet ndryshme. Me dhunë po e morëm edhe Kosovën. Nëse ne do ta Kosovën ja morëm me dhunë. Konferenca e Berlinit që na i don kufit pallun pasi sen. Shikoj, nëse dritan e vëm linjën e parazimit midis qeshës Kosovës dhe atyre krahinave të Ukrainës i bie që dalin me mend të Putinit këtu po. Jo, më dalim me mend të Putinit, dalim me mend të realitetit. Realiteti është ku e kisha ide. Me luftë Kosovën. Pra
bëhet Edhe po merr me lufta, është dhunë lufta. Dritan, po bëhet fjalë. Kosova ishte një ndërhyrje ndërkombëtare. Po është tjetër gjë, pra, tash nuk është objekti i këtij diskutimi këtu. Kemi një shtet që ka marrë territor me dhunë. Dhe ndërkombëtare është pra jashtë, është edhe thashë një nga ndërkombëtare është në të rast, sepse ka sulmuar një shtet tjetër, siç ka ndërhyrë ndërkombëtare. Është një shtet me një shtet, kurse këtu ndërkombëtare bën një vendim ndërkombëtar, pra po thotë, është vetë NATO, Bashkimi Evropian. Ta vazhdoj unë iden patjetër. ku e kisha. Pra, një nga themelet ku qëndron apo një nga parimet kryesore të qenë themelimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara është ndalimi i përdorimit të forcës ndaj shteteve apo i kërcënimin për përdorimin e forcës ndaj shteteve pra në raportet ndërkombëtare dhe kthimi i përfitimeve nga përdorimi jo ligjor i forcës së shteteve. Po. Pra janë këto 3 themele të cilat duhet. Pra përfundimisht një nga shtyllat kryesore, parimet kryesore me të cilët funksionon Organizata e Kombeve Bashkuara, jetë bjerë poshtë. Po kjo ka poshtë që në 2003-shin, që kur u sulmua Iraku. Unë po e analizoj në raport me këtë konflikt, nuk po e analizoj në raport me Irakun, po undam u bë federat. Irak, shiko, Dritan, Iraku pushtoi Kuvajtin, po në bazë kësaj klauzole amerikanët përzun Kuvajtin nga Iraku. Ajo është në 90-ën. Pra dorëzoi ato që kishin përfituar në mënyrë të dhunshme. Mos ngataron në 90-ën me 2003-shin. Sulmi në 2003-shin cënoi komplet atë të Bashkuara që nuk ndaloi përdorimin e dhunës. Çfarë është Odesa për rusët dhe për Rusinë dhe a të rezulton që ka një plan për nga këndvështrimi rus për të çlirimin e Odesës, nga këndvështrimi i Ukrainës dhe ne këtej për pushtimin e Odesës? Për rusët, Odesa është një qytet rus. Rusi ndërtuar nga rusët, i themeluar nga rusët, i marrë tokat e marrë nga Turqia një kohë dhe pastaj perandoria ruse ndërtoi atje Katerina që ja prishën monumentin në mes të Odesës. Pra për rusët, do me thënë ajo ëndra mund se... Më falë, Misha, ndjes. Do me thënë, ka ndjeshmëri në Federatën Ruse, në inteligjencën ruse për monumentin e Katerinës Madhe? Sigurisht. E mbajnë si një patriote ruse, me se ruse nuk ishte. Gjermanor? Ajo ka qenë... 100% Gjermane. Ajo bëri Rusinë, se më sa mbajnë. Patriota më madhe ruse Gjermane. 100% Gjermane. 100% Prusiane. Gjermane... Burrin e patri rus, burrin e bëri dalje... Të dashur në kishë porë. Ajo i e dhe për toka Rusis, si përfundim. Ke shumë të po thjesht, nuk e mendoj që një brezi modern i rusëve në fjallë e shef si një histori të largët, por pas ka ndjeshmëri. Oke, Djesë, vazhdojë. Ka jashtëzakonisht ndjeshmëri, po. Si e shenjtë, po të themi. Po, e në rregull. Thjesht bëra unë komentin tim. Sigurisht që Odesa është një nga qytetet që kanë dhënë jetën shumë ushtar rusë gjatë luftës dytë botërore, ka pasur betejë të ashpra, jo vetëm me gjermanët, po dhe me rumunët. Pra ka qenë është një pikë strategjike që rusët sigurisht e kanë në atë ëndrën e tyre ndoshta të mesme. Kuptohet që ëndra maksimale është Kievi, ndërsa do me thonë një ëndër, le të themi, si themi kështu, mesatare për Rusinë, me këtë, do me thënë, kaos që është ashti, do të ishte sigurisht marrja e Nikolajevit, e zonës e Nikolajevit dhe mëtej të Odesës, duke arritur deri në Transnistria. Pra do më thënë, po të jepës kise një gërshër Trumpi si zëdhënës i majorancës popullit rus, do të mërë të treqareku në Ukrajinën si pinda, apo komplet? Jo, nuk i bje një 30% kështu, 30%, po të shkosh deri në Odesë, do më thënë, a i merë detin në Ukrajinës, pastaj shkoni NATO sa të doni, do më thënë, kjo është muhabetit. I merë detin dhe pastaj e në kështu vëdhe me Ekurudha. E këthe në Moldavi. E kuptohë. Dakord, pra do më thënë, djeshmëri është e forë, se duket kjo është dhe strategjia afat gjatë. Publicitet.